Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin e Jamarbër Maltezit, i cili është marrë i pandehur për dosjen Partizani. Dhëndri Sali Berishës kërkoi revokimin e masës së sigurisë arresht në shtëpi, por nuk i është aprovuar nga togat e zeza. Jamarbër Maltezi ndodhet nën hetim për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Të pandehur për korrupsion janë marrë Jamarbër Maltezi, ish kryeministri njëkohësisht kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe 3 persona të tjerë. Magjistratja Elsa Ulliri është gjyqtarja që të pritet të shqyrtojë çështjen e Sali Berishës dhe Jamarbër Maltezit. Ndaj kreut të Partisë Demokratike është ngritur akuza për kryen e veprës penale korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhërve vendor, kryer në bashkëpunim, ndërsa Jamarbër Maltezi akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhërve vendor, si dhe pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale e kryer në bashkëpunim. 3 të pandehurit të tjerë janë biznesmeni Fatmir Bektashi, akuzohet për korrupsion aktiv dhe pastrim parash, Gjimi Begeja, trashëgimtari i tokës dhe bashkëpronari Homplan, dhe Andja Pustina, financiere që kryente të gjithë operacionet financiare dhe ligjore në Homplan, janë nën akuzë për pastrim parash.